Mirë se vini. Jemi në episodin e radhës së Shëndet Plus. Siç kemi munduar javë pas jave, ne kemi sjell informacione mbi shëndetin, mbi trupin ton për të qenë sa më korrekt dhe më të afërt me problemet e tij. Ne do të ndalemi sot në një fushë, një specialitet i cili për nga problemet që ka është më i stigmatizuar dhe i parë pak më ndryshe. Do mundohemi që të sjellim informacione për të qenë në kohën e duhur dhe të parandalojmë problemet e neurologjisë. Ndjekim një insert të shkurtër dhe vim në studio me të ftuarin ton. Neurologjia, një specialitet mjekësor që ka të bëjë me çrregullimet të sistemit nervor. Ajo merret me diagnostikimin dhe trajtimin e të gjitha kategorive të sëmundjeve, që përfshin sistemin nervor qendror dhe periferik. Patologjitë më të shpeshta të trajtuara janë dhimbja e kokës, çrregullime në të folurin, çrregullime të lëvizjes, epilepsia, skleroza e shumëfisht e shumë të tjera. Edhe pse sëmundjet neurologjike prekin pothuajse të gjitha moshat, përsëri ato karakterizohen me një mungesë vigjilence në publik. Simptomat më të shpeshta nga ana e pacientëve janë mpirje e duarve dhe e këmbëve, dhimbje koke, marramendje, diare dhe dobësi të ndryshme të muskujve. Një nga sëmundjet më të prekshme është epilepsia, nga e cila kanë vuajtur edhe shumë emra të njohur të historisë, siç janë Jules Cezar, Da Vinci, Michelangelo, Aleksandri i Madh e shumë të tjerë. Një tjetër sëmundje e sistemit nervor është edhe skleroza multiple, e cila paraqitet me simptoma dhe me dhimbje të ndryshme, të cilat vijnë kohë pas kohe. Pas një periudhe kohe, simptomat mund të kalojnë vetvetiu, por edhe mund të mbesin. Cilat janë arsyet që këto patologji shkaktohen dhe se si mund të kurohen ato? Pas këtij inserti jemi në studio pikërisht për të folur për atë që ju pat neurologjin, për atë që ka problemet e sistemit nervor. Kemi të ftuar sot në studio mjekun neurolog Bujar Cakani. Faleminderit që jeni sot me ne në studio për të ndarë eksperiencën tuaj, mendimet tuaja, punën tuaj si neurolog. Faleminderit juve. Falenderoj TV Skampën që na jep mundësinë për të informuar teleshikuesit rreth smundjeve neurologjike, të cilat janë vështira për nga vetë dëmi që lënë në sistem nervor, por dhe mundësinë që sa më shpejt të kapën të sëmundje aq më mirë për sëmundjen. Faleminderit ju që ndani eksperiencën tuaj, siç e thash. Në fakt, problemet neurologjike që do trajtojmë sot do jenë fillimisht epilepsia. Është një sëmundje që në mënyrë eufemistike ne quajmë sëmundja e tokës. Është një sëmundje që historikisht ka patur problemin e tabus midis nesh. Nuk bëhet fjalë për të, nuk flitet, ka shumë vështirësi. Dhe pikërisht do ndalemi pak te pjesa informuese e saj për të shëmbur ato barrierat dhe për të ditur më mirë atë se si ne mund të mbrohemi. Fillimisht, doktor, a është epilepsia një sëmundje dhe a është e njëjta gjë krizat epileptike me vetë epilepsinë? Faleminderit. Epilepsia, nga vetë fjala, është një fjalë greke, nga greqishtja e vjetër, që është epilamvanum, që thotë një sulm. Në Shqipëri njihet me emrin sëmundja e tokës. Njihet me këtë emër sepse ndodh në mënyrë më jashtme, pacienti duke qenë në këmbë, bie në tokë. Dhe prandaj mori emrin sëmundja e tokës. Në gjuhën tonë është një si sëmundje epileptike. Epilepsia është një sëmundje neurologjike, e cila në kontekstin e saj ka disa nëndarje, disa klasifikime. Pra, dikur ndahen në krizat e mëdha, krizat e vogla. Tani ka një klasifikim më modern, që përfshin krizat epileptike parciale të thjeshta, për flas në gjuhën shkencore, pas do ndalem në gjuhën e teleshikuesit. Krizat parciale të thjeshta janë krizat të cilat pacienti nuk e humbet vetdijen. Çfarë janë krizat epileptike? Është një gjest, është një ndodhi e pazakontë që ndodh te pacienti. Kjo varet nga ngacmimi që pëson neuroni, ose një grup neuronësh në korteksin cerebral, por jo vetëm, e cila për nga zona ku shpërthen kjo krizë, pra ky sulm, ose ky shpërthim, ose ky ngacmim, ose ky eksitim i grupit neuronëve, manifestohet me shenjë klinike të zonës që është përjesë. Krizat parciale mund të jenë kriza të thjeshta, pa humbje vetdijes, që mund të janë vetëm një lëvizje automatike, po themi, sikur për ty të pacienti. Ose mund të janë një përqendrim, një pikë të shikimit të syrit në një vend të caktuar, në disa sekonda. Ose mund të jenë në moment të caktuar fenomeni déjà vu. Ose mund të jetë në moment të caktuar pacienti në mënyrë papritur dhe pa shkak të pëson një gjendje melankolie. Ose mund vi
duke shkruar, po themi, ose duke lexuar, ose duke në tërheqës dhe ngrënjës, mund të bëj dritë të dorës, ose të këndit buzës, pastaj e cila vazhdon edhe në këmbë dhe quhet marsi jacksonian. Po edhe në këtë rast nuk kemi humbje dijes. Ose mund të kemi në moment të caktuar për një bllokim të folurit, që përsëri zgjasim shumë pak me sekonda. Përsëri të njëjtën fjalë disa herë në këtë kuptim? Po mund përsëri një fjalë, ose mund bllokohet e folur për pak sekonda. Ose kemi të fëmijët përpërlitjen e kapakëve ose qepallat të syreve. Edhe kjo zgjat përsëri me sekonda. Ose mund të kemi shenjë thjeshta fare vetëm një suqe në momentit të fytyrës ose po, trupit. Nga kjo mënyra e thënies së këtyre formave të krizave, nga e kuptojmë ne që apo është pyetja, krizat epileptike jo gjithmonë janë epilepsi? Jo, epilepsia është vazhdimisht kriza, është momenti kur ndodh kjo ndodhi. Përsëritja e disa krizave, ne themi që pastaj është epilepsi. Kuptoj. Domethënë, këto janë format e krizave të epilepsisë, por nëse përsëritet e njëjta formë krize, atëherë ne mund të themi që ka filluar sëmundja. Nëse na ndodh vetëm një krizë epileptike, nuk mund të konsiderohet se është epilepsi. Kur kemi dy kriza më shumë, atëherë sëmundja është epileptik, duke futur në klasifikimin e krizës gjithash. Por duhet të ndalësh tek krizat epileptike parciale sepse këto neglizhohen më shumë. Po. Në fakt ne jemi mësuar që kriza epileptike është ajo që më e rënda, po që rrezohet në tokë. Që është tonikoklonike. Është vërtet. Ajo është kriza më e madhe ekziston. Dhe atë një popull, por janë disa kriza brenda u ndalen më shumë. Po, është vërtet. Për cilën njerëzit i marrin si gjë normale. Neglizhojnë siç thatë ju, po. Pa një skuqje e fytyrës në momentit ose edhe e trupit. Një rënqethje. Ajo që thot populli mund ngritin 100%. Pa shkak flas, jo me shkak. Pak e çuditshme që. Pa shkak. Po. Ose mund të jetë shikimi i ylbe ose disa ngjyrë para syve. Edhe kjo është një krizë epileptike. Ose mund të kemi dëgjimin e fjalëve pa personi pa qenë prezant. Dhe quhen krizë epileptike të tipit auditiv. Ose halucinacione auditive. Ose mund di aroma të pakëndshme, ose aroma të pa qenë në moment prezant. Dhe futen në krizë epileptike gustative. Pra janë aq shumë të alarmishmëri e krizave, ose mund paraqitet thjesht me një takikardi, me rrahje shpeshtë të zemrës. Atëherë pyetja do ishte, meqense themi që disa përsëritje të krizave epileptike bëjnë në problemin e sëmundjes epilepsisë. Si të mendojmë ne që njëra nga këto forma krizash të kapet në kohë që mos jetë e përsëritur dhe të kthehet në sëmundje? Pikërisht, prandaj te kjo po këmbulli më shumë. Kur këto që unë përmenda, to shenjë që thash më lart, përsëriten herë mas here, atë duhet na bëjnë që të drejtohemi mjekut. Qoftë mjekut përgjithshëm fillimisht, dhe pastaj marrim konsultën me neurologun për të parë këtë problem që nuk është normal të ndodhin. Epilepsia, si sëmundje, është një sëmundje që njohur që në kohën e Hipokratit, që në vitin 400 para son. Dhe vetë Hipokrati ka thënë që kjo është një sëmundje që duhet ndiqet nga mjekët. Fatkeqësisht, edhe sot në Shqipëri ne gjejmë të smur që na vinë rastësisht për problem tjetër, na thonë që shiko se vuan nga sëmundja e tokës ose vuan nga sëmundja e fëmijëve. Duke qenë se në moshën fëminore shfaqen ataket konvulsive ose konvulsion febrile dhe pastaj më vonë kalojnë në kriza epileptike, edhe quhet si sëmundja e fëmijëve. Por e quajnë si gjë tabu që nuk ka zhvillim, është një gjë që është goditje nga perëndit, është thuaj në kohën e Greqisë lart, po edhe kudo. Në fakt edhe në vendet e zhvilluara botës ekziston kjo tabu. Kuptoj. Në fakt, emra të tillë të mëdhenj ka shumë që kanë vuajtur, unë pak të njoh Dostojevskin, se ka shkruar edhe një libër lidhur me sëmundjen e tij. Duke qenë se është një sëmundje që ka stigmën e saj, që është tabu, lidhur me pjesën e asaj që ne fshehim, si shtat dhe ju që vinë dhe na thonë si një gjë që e mendojnë si të pashërueshme, kjo është arsye që e fshehin, apo është qëndron akoma tabuja dhe frika dhe turpi? Janë të dyja. Janë të dyja. Së pari, mendoj se kjo është këshirohet. E cila u them sot ditë televizikuesi që në gjithë botën epilepsia konsiderohet një sëmundje e shërueshme. Shumë. Me gjithë teknikat e mjekimit që kanë ndarë. Edhe nëse ajo kapet në faza të rënda të saj? Sigurisht në çdo fazë. Në çdo fazë. Sigurisht ka disa forma që po themi ata që janë me tumore cerebrale ose nga shkaqe të tjera, domosdoshmë që nuk janë të shurma dhe duan mjekim. Por flasim për epilepsinë që është pa shkak. Pra është një sëmundje me shkaqe të fshehta ose kriptogjenike. Ato mbahen mjekim dhe në gjithë botën është një rregull që nëse krizat epileptike
mbahen mjekim të rregullt, si mas protokollit të duhur, në rast se pacienti 4 vjet rresh nuk bën krizë epileptike, atë konsiderohet që kjo sëmundje tashmë shëru. Po sigurisht duhet ndjekur, duhet fillohet mjekimi gradualisht, hiqet mjekimi gradualisht. Më tha që shumë ju tha Dostoevskin, por unë po e përmend që është tek Aleksandri i Madh. Po. Jules Cezari, Napoleon Bonaparte, Jeanne d'Arc, kemi Dostoevskin që thatë juve, kemi... Kam dëgjuar Danten. Danten, patjetër. Kemi Molierin. Mendoj nga që ka qenë një sëmundje që s'ka patur kurrën e duhur në atë periudhë, prandaj ka qenë... Do të them, ka qenë Newtoni. Newton, po. Isaac Newtoni, ka qenë Alfred Nobel. Në fakt, do të thonim pse ka lidhje kjo me këta shkencëtarë ose këta filozofë. Pse mendoni që mund të ketë edhe një lidhje që janë shkencëtarë për arsye të sëmundjes? Jo, nuk ka lidhje. Edhe Sokrati ka vujtur nga epilepsia. Nuk ka lidhje, është një rasti të një talenti me sëmundjen. Është një gjetje e rastishme, pra. Ai ka një talent, po them filozof, po ka patur edhe epilepsinë. Edhe Pitagora ashtu ka qenë një matematician, ai ka qenë epileptik. Në fakt, sipas asaj që historikut që mund të thuhet, ka qenë shumë vonë koha kur jemi larguar elektroshokut dhe aty reformave të rënda dhe që mendohet si një sëmundje. Ajo është një krizë, atëherë elektroshoku është një krizë epileptike e provokuar. Të sëmurët që ishin ndagjituar në fushën e psikiatrisë, duke qenë se në atë kohë nuk kishte shumë medikamente, e përdori elektroshoku. Meqense përmendët termin. Ne provokon një krizë epileptike dhe ai qetësoi. A është sëmundje psikike, të themi? Jo, epilepsia është sëmundje neurologjike. Por çfarë ndodh? Deri në vitin 95 në Shqipëri, jo vetëm, mjekët që diçin atë kohë specialistë, pra mjekët që bëshin specialistë, quheshin neuropsikiatër. Nga 95 sa këthe në Shqipëri, jetë ndarë të fushë, në fakt nuk ishte si ndodhë ndryshe, sepse në fushë të veçanta, neurologjisht që merren me dëmtimet e sistemit nervor, qoftë qendror, qoftë periferik. Psikiatria merret me anën funksionale të sistemit nervor qendror. Pa nuk janë fushat të njëjta. Edhe duke qenë se ishin të dyja bashkë, pra neuropsikiatri i trajtoshin neuropsikiatrin ato. Dhe quhen në atë kohë dhe sëmundje psikike, dhe nuk është sëmundje psikike. Na ka ndodhur këto raste të sëmundjes që na vinë me krizë epileptike, sigurisht pasimi krizave në mënyrë të menjëhershme na bën që ta sëmundjes në trauma, në fraktura, do ndodhen, por jo vetëm, si pasojë e zgjatjes së krizës epileptike, mos furnizimi oksigjen trurit, të ndodhen dëmtime të parekthyeshme të indit cerebral, që quhen encefalopatit epileptike. Ato janë pastaj ne themi papametje mendore, që kanë ngelur me mos zhvillim të indit cerebral. Pra janë plagë për shkërim pastaj. Cilat janë shkaktarët kryesorë që e shkaktojnë sëmundjen e epilepsisë? Dhe do doja të dija, në momentin që ndodh, a është e nevojshme ndihma e parë dhe çfarë duhet ketë parasysh një person që është prezent aty kur dikujt i ndodh një krizë e tillë? Epilepsia ka raste kur nuk ka asnjë shkak, dhe quhet epilepsia kriptogjenike ose me shkaqe të fshehta. Ka raste kur është me shkak, shkaqet mund të jenë të shumta. Shkaqet mund të jenë po e marrim që në lindje. Vujtjen e fëmijëve që sapo lindin. Vonesa në lindje. Dhe gjithmonë i pyesim nënat kur na bin fëmijët e tyre për vizitë, ju themi a ka qarë fëmija për të parë. Kjo ka një vlerë sepse ka të bëjë me frymëmarrjen. Nëse fëmija ka pas vonesë, po themi në ato qarën e parë që ai të shenjat e jetës, atë do thotë që respiracioni se frymëmarrja ka filluar me vonesë. Do thotë që ka filluar një vujtje cerebrale për momentin. E cila dhe këto lënë pasoja, pa që në lindje. Dhe sëmundje mund të ketë kaluar nëna gjatë shtazanisë. Pastaj fillon konvulsione febrile, sëmundjet infektive, që shfaqen të fëmijët. Temperaturat e larta. Temperaturat e larta. Edhe këto lënë pasoja, jo në gjitha rastet sigurisht, bëhen shkak për epilepsinë. Faktorët etazhues. Etazhimia luan rol. Pra mendoj që ka në familje ku mund të ketë epileptik, duhet të kërkojmë se mund të kemi një të shkuar një epileptik. Mund trauma të ndryshme, qoftë automobilistike, qoftë nga lartësia, që goditit në kokë, edhe këto bëjnë që të ndodhen pastaj më vonë epilepsia. Mund të dëmtimet të indit cerebral, qoftë të aksidente vaskulare cerebrale ishemike, ajo që thotë populli dëmllaja, ose hemorragjit cerebrale. Mund të kemi ose trombozat, mund të kemi tumoret cerebrale, absceset cerebrale. Dhe to bën shkak
Dhe ndihma e shpejtë se çfarë rëndësie do kishte në këto raste? Kjo është pyetje që falënderoj që kam bërë, sepse një pjesë shumë e njerëzve megjithëse ne u themi përsëri nuk e dinë. Na vinë njerëz të cilët pasi ka bërë krizën epileptike sa pacient të shqyrë nga goja, të dëmtuar nga goja. Është gabim, në moment që ndodh kriza epileptike, kriza zgjat 1 deri 2 minuta, maksimumi 3 minuta. Kujdesi që duhet të kemi në këtë rast është pacientit ta kthejmë kokën anash, sepse mund të na vjell, mund të mbytet. Nëse ka trupa të huaj, po them nëse ka trupa të huaj, mund t'i pasojmë nga hundët, por jo tentojmë të shqyrim gojën ose të hapim gojën. Për shkak, sepse një pjesë duke nxjerr gjuhën, përdorim pinca, përdorim smuri mund të ketë kafshuar gojën gjatë krizës epileptike, ne e dëmtojmë të rast. Thjesht do presim që t'i kalojë. Do presim të kalojë punën e saj. Vetëm kalojmë kokën. Ajo që ne shohim, na vijnë pacientë të lidhura me tela, me hekura, me çelësa. Në fakt edhe mund të largohen fare, ti shohin si me shqetësim se kur nuk kanë lidhje fare me epilepsinë. Smoja e epilepsisë bën punë, kriza epileptike do kalojë 2-3 minuta në saj. I vetmi problem është ne duhet të rrim pacientin mos u plasi kokën në vendin ku është. Të kthehet koka anash dhe të ruhet koka kaq. Kjo është. Pasi të dërgohet në ambulanca. Si kurohen, si trajtohen në të gjitha fazat, duke i përmendur edhe fazat më të lehta dhe më të rënda. Atë nëse një smur bën vetëm një krizë epileptike, nuk fillon mjekimi. Sigurisht do plotësohet me protokollin e gjithë ekzaminimeve që duhen bë. Një pacient që na vjen për të parë me krizë epileptike do merret në konsiderat, duke plotësuar me gjithë ekzaminimet biokimike, imazherike, po themi te skani, rezonanca, elektroencefalograma patjetër. Kur gjitha këto dalin në rregull dhe pacienti ka bërë vetëm një krizë, atë nuk fillon mjekimi. Nëse pacienti i fillon kriza e dytë epileptike, automatikisht pavarësisht dalin ekzaminimet dhe po dalin normal fillohet mjekimi për epilepsinë. Ka plot preparate epileptike, kjo tek luminali që është me vjetë tek etoli të cilën sot janë zëvendësuar preparate akoma të mirë. Fillimi i mjekimit është në mënyrë graduale, nuk fillohet me herë. Provohet një preparat fillimisht para. Domethënë mjekimi është gjithmonë me anë të aparaturave, nuk është me anë të ilaçeve? Me medikamente. Me medikamente. Me medikamente. Po. Pa me ilaçe po themi. Ilaçet që janë antiepileptikë ato. Se si janë tipi luminalis, femobedali është më i vjetri, i pari që është përdorur në qetësimin e krizës epileptike, po që ka rritur vlerën e sot, është ditoina, është tegretoli, është acidi valproik ose depakina që themi, është levotiracetami, ka preparate Lamictali, bota farmaceutike ose kanë prodhuar kaq shumë sa janë medikamentet nuk janë të dëmshme për ndonjë gjë tjetër? Sigurisht kur fillohet mjekimi duhet të merren në konsiderat disa faktorë. E para duhet shifet sepse ka medikamente që shtojnë obezitet, siç është për shembull acidi valproik ose depakina. Pra e vendos mjeku, kur jemi përballë një pacienti që është obez, nuk do të preferojmë të jepshim acidi valproik për bashkë një preparat tjetër. Varet nga lloji krizës epileptike. Pra është individuale. Nga shkalla e sëmundjes dhe nga lloji i sëmundjes. Është epilepsi parciale, do vendos një medikament ose do vendosim 2 medikamente, zakonisht preferohet një medikament, pastaj janë 2 medikamente të bashkë që bashkëndohet doza. Mjekimi është për afat gjatë, fillohet gradualisht dhe mbahet një kalendar mbi përsëritjen e krizave. Po themi frekuencën e krizave ndodh në muaj. Me ide që pacienti kur na vi pas një muaji na referoj sa kriza ka bërë kësaj kohe që është me ilaç, me medikamentin. Dhe ka shumë rëndësi shtatzania që është e femrat. Sepse këto medikamente ndikojnë, ka një farë efekti. Rekomandohet të mbetet shtatzania nëse është me epilepsi? Epileptikët janë njerëz normal që do vazhdojnë jetën e tyre, patjetër do martohen, patjetër do krijojnë familje, do lindin, dhe kemi shumë pacientë që kanë me fëmijët e tyre, që kanë mrekullueshëm. Por në këtë rast lindja ose programimi për fëmijë do jetë i bashkënduar mjek dhe ata bashkë. Pra do të zgjedhim medikamente që është më pak i dëmshëm, do të ulim dozën në mënyrë graduale se si duhet ulur. Do bësh një vendim i bashkët. Pra duhet bërë një programim me konsult mjekësh edhe të neurologut në këtë rast. Në fakt mendoj që shpesh herë, ajo që kam dëgjuar, këta pacientët me këtë lloj sëmundje edhe trëmben të dalin vetëm në rrugë, duan gjithmonë të jenë të shoqëruar, sepse kam idenë që kriza nuk parashikohet asnjëherë kur vjen. Çfarë i rekomandoni ju këtyre pacientëve për të bashkëjetuar në mënyrën si shtat ju që janë njerëz normal me këtë sëmundje? Po, smurët epileptik gjatë viteve i shohin gjithmonë, por edhe për ata që të shikuesit. Një smur epileptik sigurisht rekomandohet që të dalë i shoqëruar me njerëzit e familjes.
i rekomendohet që të mos punoj lartësi, të mos shkoj në det, ose në vas, ose në liqen, sepse mund të nëmbytë pacienti. Mund ndodhë krize epileptike, nuk para lejmon. Ka krize epileptike e ndjen pacienti, po janë shumë të ralla, por për flasim për krize nuk e kupton asnjëherë, vetë kur ai habitet thotë çfarë ndodhi. Nuk ka kuptuar fare si çfarë ka ndodhur në pacientin. Po, e humbet konsciencën, po vetë diën. Sepse në mergodërisht dhe pastaj ku habitet, ku shikon njerëzit të tij për qark, ose njerëzit thotë çfarë ka ndodhur. Nuk e kupton fare në moment që humbet vetdijen. Pra nuk e kontrollon, nuk e parashikon, nuk e ndjen fare kur i vjen kriza, prandaj duhet të i rekomandueshëm me një shoqërues gjithmonë. Pra zjarrit lartësisë. Në një farë mënyrë, edhe rrugës, sepse në rrugë mund të ndodhi aksident automobilistik, pacientët të tillë nuk do mbajnë patent, sepse mund bëhet burim aksidenti për veten e tij dhe për të tjerët. Pra është i privuar, të themi, me këtë sëmundje, por e rëndësishme është, siç e përmendët ju, që kjo sëmundje nëse kapet në kohë, në krizat e para, ajo mund të shërohet dhe pastaj mos jetë. Pra në rast se krize epileptike është pa shkak fokal, po themi, ose edhe kur është me shkak fokal, pasi ka plotësuar gjithë protokollin e mundshëm. Në Shqipëri, fatmirësisht, kemi në qendrën spitatorë Nën Tereza, ku ne i delegojmë pacientët smurët, është punkti i epilepsisë, profesor Jera Kryen që është ndjekë smurën nga afër dhe ata mbas protokollit vendosim ekzaminim që do bëhen dhe mbi historinë se çfarë do bëhen me të smurë. Do vazhdim mjikimin në rregull me medikamente, nëse dështon kjo procedurë, pra dështojmë mjikimin me medikamentoz, atëherë fillohet kirurgjia e epilepsisë. Duke u gjetur zona që shpërthen po themi krizën epileptike, ajo operohet. Dhe kjo realizohet në qendrën spitalore Nën Tereza. I smuni pasaj kemi rastin e paksimit krizë epileptike. Shumë interesante. Në fakt, është shumë gjë e mirë të thuhet, të informohet pikërisht për të hequr ato paragjykimet, paramendimet edhe çfarë ne kemi menduar gjithmonë për këtë lloj sëmundje që akoma e shohim si shumë të frikshme. Do thoshe se ma bëj pyetje edhe më parë pak, kur thamë që njerëzit kanë frikë ta tregojnë apo edhe paraqojnë. Unë ju thashë janë të dyja. Janë të dyja sepse e para pa ishte që mendoj që nuk shoh, por e dyta e mbajtë fshehur se mendojnë që djalë ose vajza do krijojë familje më vonë, është një gabim fakt. E mendojnë si sëmundje psikike, atë që përmendëm. Mendojnë psikike, mendojnë se do ketë një problem, nuk do të krijojë familje. Kemi patur raste plotë, ata që na kanë dëgjuar në këshillat tona normalisht kanë ecë më mirë, sepse në moment që ke një sëmundje, është mirë që të vësh partnerin ose të dashin të thuash që kam këtë problem. Ne kemi pasur divorce çifte në fakt, tek ata që kanë mbajtur fshehur. Po, nëse ata që kanë treguar kanë formuar familje, janë mrekullueshëm. Pra nuk duhet, është teori e vjetër, jo vjetër, por nuk duhet kështu. Duhet të tregosh sinqert, e gabuar sepse çfarë ndodh? Duke qenë se e mbajtë fshehur dhe mjekimi nuk e marr në orarin e duhur, por mundohen të e marrin mjekimin kur nuk kanë person që ta shohin. E marrin fshehur mjekimin. Dhe kalon orari i marrjes së medikamentit. Dhe besoj më tepër problemi më tepër mund të jetë për vajzat kjo gjë që thoni ju sesa për djemt, mendoj, ë? Për vajzat është më shumë sigurisht. Më shumë, sepse ajo është. Mirë, do të kemi një ndërprerje të shkurtër publicitare, do të kthehemi sërish në studio me mjekun neurolog që të flasim sërish për të tjera probleme të sistemit nervor. Jemi kthyer në studio pas kësaj ndërprerje me mjekun neurolog Bujar Cakani për të folur për shqetësime të sistemit nervor, folëm për epilepsinë, tani do ndalemi doktor tek sëmundja tjetër e sistemit nervor, skleroza multiple. Çfarë është kjo sëmundje dhe çfarë shkakton atë? Skleroza multiple është një sëmundje që futet në grupin e sëmundjeve demelinizante, ose në gjuhën, po themi, në popullit, është një dëmtim i lëndës së bardhë të trurit, e cila shfaqet e moshat nga 15 dhe moshën 40 vjeç. Pra prek mosha shumë të reja. Kemi raste edhe të pankreas gjëra të prera me thik, kemi edhe mosha më të vogla. Është një sëmundje njihet skleroza shpërndarë, skleroza diseminate, skleroza me plaka, ka disa emra edhe në botë që me disa emra. Tek ne themi skleroza multiple sepse kemi në shumë vende pra dëmtime të lëndës së bardhë të trurit. Është një sëmundje autoimune në fakt, e cila vjen si pasojë e kalimit qoftë një virozi të thjeshtë, të infekcioni viral ose të infekcioni banal që themi ne.
e cila ka një shenjë klinike janë të shpërndara, duke qenë se ka para qendrën e trurit, ka një klinikë shumë difuze, shumë shpërndar. Ajo mund paraqitet si parestezi ose mpirje ose ndjenjë mizerimi të një anësie, të gjysmës fytyrës, të një këmbë. Është një lloj paralize? Jo, mund të shfaqet patjetër, në paralizë më vonë, por mund manifestohet në shumicën e rasteve me prekje të sensibilitetit ose të ndjeshmërisë. Aty ne themi ndjenjë e mizerimit, të mpirjes. Pa mpirje të një dore, të një ose gjysmës fytyrës ose të këmbës. Në shumicën e rasteve na manifestohet me dëmtimet e nervit optik ose të nervit okulomotor. Mund të kemi probleme të shikimit, me dyshim pamjes. Mund të manifestohet me deficit të lehtë neurologjik motor. Ajo që ne themi paralizë lehtë. Mos funksionimit ose mos ngritjes mjet të dorës, mos përdorimi mjet të dorës, të këmbës. Pa ka një klinik ka shumë të shpërndar sa varet në ku fillon pllaka e parë demilizante. Pra si pasojë e këtij infeksionit banal që ne thamë, që një viroze e thjeshtë, e cila bën të mundur nga formimi kompleks i antitrup antikorp, na çojnë në dëmtimin e mielinës, asaj substancë varëse e cila mbështjell kullofin po themi të neuronit, të aksonit, të përbërës nervit. Nervin në përgjithësi është mbështjell me një pjesë mielinike për të çuar impulsin ato ose informacionin që ne na jepet për të dërguar në vend ku të veprojë komanda. Atë ky informacion ndërpritet. Cilat janë simptomat që të ndërprisim dhe ne këtë agravim të kësaj sëmundje, nëse vjen nga një shkaktar dhe një grip që fillon tatjo? Tek moshat e reja, pa mundut ndoshta mbas 2 javësh, 3 javësh, një muaj pas kalimit ose 10 ditësh. Të kalimit të një, po them gjë gripale ose të një viroze, të ndejmë një ato shenjë për më sipër, të një mpirjes, po themi të gjysmës së fytyrës, të gjysmës dorës, të një dorë ose të këmbës ose të gjysmës trupit, dyshimit pamjes, lodhjet përgjithshme. Pa ta shohësh te një djalë, një vajzë e re, thotë lodhet më shpejt se sa duhet. Të prishjes së ekuilibrit, atë që themi në marrjes mendve, të ndryshimit të ecjes ose të punëve përditshme, të sjelljes ndoshta, të çrregullimit të urinimit, qoftë të tipit të, po themi të bllokimit të urinës ose të urinimit të pavetëdijshëm. Kemi raste edhe kështu. Ose me dëmtime të sferës seksuale, si bën humbi libidos. Pra çdo shenjë seksuale që manifestohet në këtë moshë, duhet na shkojë mendja edhe për sklerozën multiple. Atëherë kjo është simptoma dhe fazat e para. Në qoftë se nuk drejtohet menjëherë tek neurologu pacienti, cila do ishte një moment i dytë i gjendjes së pacientit? Të smuret nuk na vinë në momentin e parë. Ashtu ë? Dhe ne me anë të emisionit pra ne themi që t'i vëmë ndjeni të shikuesi që sa për shfaqje një shenjë të paraqitet te mjeku i përgjithshëm, pastaj te mjeku neurolog patjetër. Na vinë kur ka ndodhur hera dytë ose hera tretë e përsëritjeve. Kjo është një sëmundje progresive. Domethënë gradualisht kjo shtohet doza. Ajo fillon, po themi ne, shpërtimi i parë ose shenjat e para neurologjike dhe pastaj mund të jetë për një kohë në heshtje. Mund ta përsëritet prapë një shenjë tjetër neurologjike. Që ka sëmundje dinake. Po themi ajo është po në momentin e saktuar shpërtan. Mund të kemi disa përsëritje qoftë në vit ose në distancë vitesh. Mund të kemi raste që edhe përsëritja ndodh mas 7-10 vjetësh. Ai që themi relapsi ose përsëritja e dytë. Por kemi edhe më shpejt. Sa më shpejt të jetë mosha e fillimit të kësaj sëmundje, aq më keq është prognoza e kësaj sëmundje. Pra po themi në asnjë pacient që prek moshën 15-16-20 vjeç, historia e kësaj sëmundje është shumë agresive. Po, përsëritjet e saj. Sigurisht nuk ka rrezik për jetën. Por le pasoja fizike. Domethënë pacienti nuk do të ecë në shoqëtuaj, nuk do të ketë mundësinë për të kryer punë të tij përditshme, derisa një ditë nëse do mjekohet më përfundon në karrocë invalidi. Atëherë nëse po mendojmë që vjen shumë shpejt tek ju, si mund të kurohet pacienti? Patjetër, pacienti shtohet vizitës neurologjike. Dhe mjeku neurolog me shenjë klinike që has në vizitë neurologjike bën patjetër
bilancin që duhet bërë këtë sëmundje e cila plotëson ekzaminim imagjinike që është rezonanca magnetike për cilën ne po thua Spitali Renale gjithë rubrinë kanë dhe ne në Elbasan e kemi. Plotëson me ekzaminimin e rezonancës magnetike dhe nëse konfirmohet dëmtimi ose vendosja e pllakave demyelinizante në lëndën e bardhë të trurit, atëherë themi që sëmundja ka filluar dhe më herë fillohet mjekimi. Dhe me mjekimin ne sa herë që pacienti mbahet në mjekim, sigurisht në moment që ne sapo e diagnostikojmë të sëmundje, i rekomandohet konsultës së neurologut në Spitalin Nën Tereza, aty ku është punkti ose pika që ndjek ta smur, e pastaj ne jemi bashkëveprim me neurolog të rrethëve, duke pacient duke na besuar dhe ndjekur për vazhdimsinë mbi fillimin e mjekimit që do mendojnë strategjinë e mjekimit që ndërtohet atje, por sa herë që ne hasim përsëritje të reja, patjetër duhet fillojë mjekimi me doza lartë me kortizon, që është me doza 1 miligram. Domethënë ideja është që nëse kjo sëmundje paraqitet tek pacienti, ka mundësi të shërohet apo mbahet në kontroll kjo gjendje e sëmundjes? Mbahet në kontroll sepse kjo varet nga përsëritja e sëmundjes. Nëse ne kemi pak të sëmundje që vetëm një shenjë neurologjike nuk na përjetësim sëmundjen shumë mirë. Sa më shpesh pra sëmundja të bëj përsëritje të ketë dëmtime të tilla, aq më sigurisht mbahet në mjekim patjetër. Pra, kapja në kohë e saj mund të jetë një mundësi për të kontrolluar sëmundjen dhe prandaj themi që është shumë e rëndësishme që dhe shenja e parë sigurisht është më mirë, merr masa për sëmundjen. Po të bëjmë të njëjtën pyetje që bëm pak për. Do dalë pak këtu. Pse ka rëndësi? Na vjen shumë smur që vjen nga sklerozë multiple dhe shkojnë në plazh. Shkojnë në diell. Ose shkojnë në llygja, në ujë termale dhe vinë të rënduar. Se mendojnë që i bën mirë dielli. Sklerozë multiple që ndëjmë në diell, në rërët e nxehta ose ujë termal. I sëmundja ndodhet më shumë. Dhe ne fatkeqësisht na vin pas të kanë kryer ose tek lindjet. Nënat që ose vajzat të cilët janë diagnostikuar me sklerozë multiple nuk duhet të lindin. Fatkeqësisht, por nuk duhet. Sepse mbas lindjes kemi shtim dhe përsëritje të sëmundjes. Ky që ka një lajm në fakt që ne kemi pacientë që nuk na kanë dëgjuar në fakt. Kanë lindur. Një pjesë, kanë gëzuar fëmijët. Po kanë dëmtuar rënd shëndetin e tyre. Por janë rënduar vetë. Edhe kur i kemi pyetur, ka thënë po le të rëndohem, por le të kemi një fëmijë. Po, në fakt pastaj është një zgjedhje e vetë. Po e personit. Ne i themi, nëse ne hasët në moshat, po themi që kanë lindur një fëmijë. Atëherë i themi që po nuk duhet të lindësh më. E kemi shumë vështirë kur e themi të vajzat e reja ose tek ato sa të martuarat. Në fakt gjithmonë jeta është shtredë porosia është që në moment që vije diagnoza sklerozë multiple, lindjet nuk duhet të realizohen më. Atë pyetje që pak më parë bëra edhe për epileptikët edhe për të smurët me këtë sëmundje, si duhet bashkëjetojnë me të? A duhet kenë një rregull të ditës së tyre ndryshe nga njerëzit që nuk e kanë këtë problem shëndetësor? Ka një dietë themi ditore të rregullt për ta? Patjetër, për smurët e epileptik do thosha. Jo për epileptikët, flasim për këto me sklerozën. Po. Smurët me sklerozë multiple ju kufizohet sigurisht. Po themi jeta në kuptimin e përdorimit të duhanit, të alkoolit, të pijen me gaz në përgjithësi, të konsumojnë fruta sa më shumë, të shmangën në ndyrnave. Këto janë përgjithësi në japin për çdo sëmundje. Po, kjo që ka për të gjithë ne. Por edhe ta sëmundje duhet kenë, nuk kanë një veçantë, thjesht duhet të mos bëjnë punë, po themi punë të rënda. Për shkak se nuk mundi bëjnë punë, nëse mos kemi përsëritje të krizave, patjetër. Ashtu që kemi të smurë që punojnë me sklerozë multiple, që janë inxhinierë, që janë topograf. Por duhet zgjedhë një lloj pune që mos ketë ngarkesën. Mos ketë ngarkesë shumë fizike. Fizike. Sigurisht edhe atë pjesën që thatë për diellin edhe për lixhat. Për ujëra termale, po. Po, që nuk duhet të frekuentojnë dhe kjo gjë duhet jetë në fakt në kontrollin tuaj duke u diagnostikuar nga ju saktë dhe marr masat që në fillim, apo jo? Me këtë sëmundje ndërtojmë një kalendar në fakt sikur duhet paraqitet për vizitë. Li takim për vizitë ndërshme. Plus se sa herë që kanë probleme, paraqitet me neurologu. Për çdo shqetësim të ri neurologjik. Për vetë natyrën e sëmundjes, si është marrëdhënia juaj, doktor, me këta të sëmurë? Sepse kam idenë që duhet bëni pak edhe psikologun me ta.
për vetë shqetësimin që bartin, për vetë natyrën e sëmundjes? Në fakt, është momenti më i vështirë kur unë ndesh me këta smorë. Janë smorë të ri, që sigurisht gjatë vizitës time neurologjike, gjë e parë që më shkon në mendje që duhet ta përjashtoj është skleroza multiple. Edhe pasi plotëson ekzaminimet dhe kur rezonanca magnetike dhe normal, një pjesë pacientë mirë e kanë parë këtë gjë, unë i përqafoj. Gjesti im është, unë jam i gëzuar, ata ndoshta s'kan ide fare se çfarë kisha unë në plan për ta smur, por unë i përqafoj dhe them duhet këtë që mendoja. Dhe kur evidentohet që smunja pastaj sigurisht edhe mund të dramë dhe për ju dhe për ta. Mosha të reja dhe fatkeqësisht është brez e liqë. Në studion tuaj, studio neurologjike Cakani, cilat kanë qenë rastet më të rënda të themi dhe më të padëshirueshme ato që ju i patë dhe vetë si dramë që keni trajtuar, dhe si është në vimësi ndjekja që bëni ju për këtë pacient? Gjatë punës tonë për dishme si neurolog, në fakt smujët e rënda që janë, po themi, ato që ndodhë me njëherë, asidin vaskular cerebral ishemik ose hemorragjie, për cilën ne me njëherë sa për konstatojmë i drejtojnë në spitale, ose gjatë moment që mundohet një krizë epileptike, sigurisht ne me stafin tonë jemi të gatshëm aty, por ajo që më ngelet në një si pacienti për cilë nuk më vjen keqen kur i diagnostikojnë me tumor cerebral. Ajo pastaj është në dramë sidomos ku kemi edhe moshat të reja. Keni dhe më thënë në kujtesën tuaj pacient të tillë? Plot të tillë, pacient. Plot. Ne po thuj se plot. Nuk duhet ta dramatizojmë. Po në fakt është specialiteti juaj dhe kështu që ato ju do vinë, po. Jo më shumë se para disa ditësh një djalë 35 vjeç me tumor cerebral i cili u operua edhe në takoj ishte bërë mirë. Pas operacionit paktën ka patur sukses? Po ishte operuar. Sigurisht çdo tumor cerebral operohet. Dhe pastaj shifet mbasi bëhet i urojnë dhe ne më të mirën pacientit tuaj. Shifet, por përsëri le pasoja, sepse dëmtohet truri dhe truri në atë pjesë dëmtohet. Në fakt një dramë veten dhe për natyrën e punës tuaj dhe për pacientët. Por pak a shumë, duke thënë dhe që rastet e paralizave që mund të përfundojnë këta pacient me këtë lloj sëmundje, si e shikoni ju mbështetjen që instancat të saktuara duhet të kenë, të mbështesin këta, si ndodh që të funksionojnë në vendin tonë? Në fakt, ne kemi një mangësi në Shqipëri, mungesën e spitaleve rehabilituese. Bota që do thotë, janë spitale për cilën të smuri pasi kalon, po themi shtorë në spitalin në repartin neurologjisë, ose kushdo qoftë në spitalin neurologjik, mbahet pa i ditë sa mbahet, po themi maksimum dhe një muj, pastaj smuri ka nevojë për rehabilitim, qoftë psikologjik, qoftë fizioterapeutik. Për të smur duhet të ketë spitale që merre vetëm këtë problem. Në Evropë, por jo vetëm, ekzistojnë të spitale. Spitalet rehabilituese. Dhe ne nuk ka një të tillë. Ne i smuri pasi del nga spitali, ose pasi del nga studia ime, që ka nevojë për fizioterapinë, duhet të ta zgjidhë privatisht, ose mund mbahet, por nuk mbahet pafundësisht në spital. Nësa spitale rehabilituese i mbajmë për një periudhë më të gjatë. Do të ishte një peshë e madhe për familjet shqiptare, do kishin në të tillë problema në. Do ishte një ndihmë goxha e madhe në fakt prezencë të spitalet, sepse ata mund të kërkojnë një periudhë shumë gjatë fizioterapie, mund të kërkojnë një periudhë për 2 muaj, 3 muaj. Po ju si grup mjekësh neurolog, keni bërë ndonjëherë një kërkesë të tillë? Dhe ku duhet drejtuar, domethënë kjo ankesa apo kërkesë? U përmend një ministër, po themi para 3-4 vjetësh, dhe ne kur e dëgjuam atëherë u gëzuam fakt mbi spitalet rehabilituese. Por mbeti përsëri në letra. Shpresojmë. Ju jeni mjek që punoni në spitalin e Elbasanit, por si e shikoni punën tuaj në bashkëpunim edhe me mjek, cili është bashkëpunimi juaj dhe me mjek për te qytetit tonë? Patjetër. Për çdo rast që ne nuk e zgjidhim dot në Elbasan. Që kërkon qoftë një ndërhyrje kirurgjikale. Pa ne duhet dërguar te neurokirurg. Ose për një problem që duhet bërë ekzaminime plotësuese që nuk bëhen në qendrën spitalore tonë. Se atëherë smoj të dërgohet në qendrën spitalore. Ose qoftë për një mendim neurologu më specializuar. Për shembull, për epilepsinë ekziston epileptologu, që është punkti i epilepsisë. Domethënë neurologu nuk është akoma specializime më të thjeshtë. Në rregull. Edhe dërgohen para. Po jashtë vendit, lidhjet tuaja?
Unë kam bërë specializimin Selanik, në fakt. Po, prandaj. Edhe e preferoj shumë Selanikun, me qenë se dhe shumë shqiptar banojnë në Greqi. Por dhe i besoni ata që janë të smurë këtu, kanë njerëzit të tyre, po themin, ato që kanë afër Selanikut. Por dhe mjekët e Selanikut më kanë dërguar pacientëve të i banonin në Elbasan, po është doktori. Keni një bashkëpunim. Po, patjetër. Mirë, jemi përsëri për një ndërprerje publicitare dhe kthehemi sërish në studio në pjesën e tretë të takimit me mjekun ton neurolog të ftuar. Jemi kthyer sërish në studio me mjekun ton neurolog. Atëherë në CV-n tuaj që kam vënë re, është ngjeshur në vite pune, si neurolog jeni 10 vite që jeni i specializuar. Lidhur me këtë specialitet tuaj, cilat janë disa nga vështirësitë që keni ka përcyer, e përmendët diçka me profesionin tuaj, por lidhur me një sëmundje, por unë do ta shohim pak më gjerë. Vështirësitë që keni ka përcyer dhe me cilat jeni përballur në këtë specialitet në vite. Në punën tonë përditshme vështirësinë nëse janë ka qenë urgjenca në fakt. Ajo për një periudhë na lot më shumë sepse duke qenë në gatishmëri duhet më shku pranë të smorit. Po themi disa herë dhe gjatë natës, ose ju nga gjumi. Edhe kjo të lot në vite por kur mendon që dikush të pret për mendimin tënd, pastaj e harron këtë pjesë edhe do shkosh. Janë pasaj kur pacientët një pjesë edhe nuk na mirë kuptojnë. Kur ne i themi du të përdor ky preparat, du të përdor ky medikament, nuk e përdor se shiko se më tha kom shiu, lexon në internet. Pra janë pak që duhet të jenë më të vëmendshëm në këshillat ndaj mjekut dhe ndaj atij person që i marr informacione. Jo vetëm fushë mjekësisë në fakt, por që informacionet që ne marrim duhet të jenë të kujdesshëm. Edhe në mjekët kur lexojmë informacione shumë të rëndësishëm, si japim, po edhe kur marrim. Dhe njerëzit duhet ndjojnë porosit pacientët. Po siç jeni ju që updatoni të mendimin tuaj dhe gjërat tuaja, duhet jenë edhe pacientët tuaj të updatueshëm për ju. Pjesa më e zgjënjeshme kur vin pacienti më kam dhënë mjekimin dhe s'e ka marr. Po. Nuk e mora mjekimin sepse mu më tha kom shiu mos e përdor se ke këtë gjë. Kjo të zgjënjen. Në fakt, se është çështje besimi, si mund të arrihet që vërtet fjala juaj të jetë ligj për ta, që mos jetë komshiu ai që tha fjalën e duhur, po t'jeni ju. Të qeni neurolog, në ndryshim nga specialitetet tjera në fakt, ne e shohim njeriu në tërësi. Sistemi nervor është i gjithë njeriu. Po, tamam i gjithë njeriu. Duke parë njeriu në kontekstin, ne e shohim njeriu që sa vjen tek ne për vizitë, që në paraqitjen e parë. Që në atë moment ne duhet ta presim pacientin me buzëqeshje. Po. T'i japim pak shpresë. Ai na shef si shpëtimtarin e tij. Por edhe ne do ta shohim me shumë vëmendje, mënyrën se si ecën, mënyrën se si shprehet, mënyrën se si është veshur, mënyrën se si flet. Po. Mënyrën se si ulet. Pra duhet krijohet një lloj koneksioni i tillë. Kjo është përshtypja e parë, që ka shumë e rëndësishme. Dhe mesazhi që ne duhet t'i japim pastaj. Duhet ta gjejmë pacientin patjetër. Sigurisht do ndërhyjmë aty ku duhet, por do të dëgjojmë ankesën që na jep. Çdo ankesë, çdo detaj që të na japin lidhen me problemin tonë neurologjik na vlen shumë. Pastaj vizita neurologjike do të jetë patjetër në detaj dhe të dhënat e mjekimit plus që duhet të japim çfarë mendojmë, sepse një pjesë e pacientëve thonë çfarë kam unë në fundit. Ne duhet t'ia themi në gjuhën edhe mjekësore patjetër, por edhe në gjuhën që ta kuptoj. Se çfarë për të marrë masa për pacientin, çfarë do ndodh me këtë mëtej. Në fakt ka ndryshuar, në fakt, pacientët sot e kërkojnë të dinë çfarë kanë. Ose në moment që ti jep diagnozën, ai futet, lexon në YouTube, lexon në internet, edhe po nuk e ka thënë këtë gjë, do të shtosh më tepër brengën. Ne mundohemi t'ia sillojmë më mirë që a është vullneti i mirë i çdo mjeku dhe juaj përfshirë që të bëhet një bisedë e gjatë e shtruar 1 orë me një pacient derisa ai të bindet për gjërat e tij. Do doja ta kisha këtë, por edhe këtu nuk e kemi me kuptimin e pacientëve nga herë sepse në vin ndoshta edhe në stade të avancuara të sëmundjes, por duke në dyrët po themi klinikave, duke kërkuar ndihmën sa më shpejt, nuk kërkojnë atë qetësinë që doktori ta shohë me qetësi, të mbaroj vizitën me qetësi, por kërkojnë të hyjë sa më shpejt, të mbaroj punën sa më shpejt. Kjo në fakt është gabim. Duhet që mjekun mos punojë në tysni. Po mjeku duhet me qetësi,
për t'i dhënë mendimin e duhur pacientit dhe mjekimin e duhur. Po, pra duhet jetë edhe kjo një tjetër informacion që duhet ketë secili. Ne duhet ta ndjekim mjekun në vazhdimsi, të shkojmë jo gjithmonë kur jemi në gjendjet tona më agravante, por në vazhdimsi për të kontrolluar trupin ton që të jemi. Sëmundjet neurologjike janë sëmundjet kronike. Shumicën e pacientëve e ndërpresin mjekimin. Edhe kjo është gabim. Në moment që fillohet mjekimi për një sëmundje neurologjike, pra për sëmundje kronike, shumicën e rasteve, mjekimi nuk ndërpret asnjëherë. Ndërprerja e mjekimit na bën që sëmundja të agravohet dhe na vjen akoma më rënduar. Pas duhet ndërpres mjekimin në mënyrë absolute. Lidhur përsëri me CV-n tuaj, me angazhimet tuaj, përveç se jeni shkolluar, po quaj një lloj specializimi që keni marrë në Selanik, me atë të cilën ju keni thënë që keni edhe bashkëpunim. Mbas mbarimit të specializimit që në specializuar në Dreza në neurologji, 2005-2009, në 2010 fitoj një bursë nga Federata Evropiane e Neurologjisë, e cila ishte për një periudhë për 4 muajsh në Selanik të Greqisë. Atje isha në një spital dhe pata fatin që isha pra një profesori shumë të dëgjuar, profesor Balojani, cili mbajtë shumë afër dhe gjerasin a i së nga dëgjon, po unë e falenderoj shumë. Do nga dëgjoj pa tjetër, sepse ne ndiqemi dhe jashtë Shqipërisë në televizion. Shpresoj. Mbajtë shumë afër dhe mora shumë të dhënat atje në spitalin Aqepa, kështu njihet në Greqi, që është pjesë e Universitetit Aristoteli. Shumë interesante. Në fakt, ju jeni dhe angazhuar herje me konferenca, ju jepni dhe mësim si pedagog, pra ju shikoj pak si në natyrën tuaj një mjek edhe për humanizmin që keni, për të ndarë dhe për të marrë në profesionin tuaj sa më shumë. Lidhur me këtë konferencën, që është konferenca e parë ndërkombëtare bërë në Shqipëri me temë që keni qenë dhe ju pjesëmarrës? Po, atë, unë jam për 10 vjeç lektor në Universitetin e Elbasanit, po, dhe kjo? Duke dhënë mësim tek studentët e infirmerisë dhe të fizioterapisë. Po. Në masën edhe të bachelor. Kemi disa artikuj, por ajo që ju më thatë është në kongresin e parë të neuroshkencës, që mbajt për 3 vjetësh, trevat shqifolse, ku kishte mjek nga Malizi, Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Aty kam pas një postë prezantimi mbi një temë, në fakt, të diskutueshme. Është e shkura, e tashmja dhe ardhmja e hashasht, ose kanabisit. Po, në fakt, më mirë kanabis. Po mendoj që është pak e diskutueshme për vetë natyrën e vetë kësaj bime, edhe për atë që thuhet brenda vendit tonë, që është edhe kjo një lloj bime e stigmatizuar. Por a është e vërtet që është shumë e nevojshme, siç kemi dëgjuar, si medikament? Në Evropë, në shumë vende, për përdorim i vajt hashashtit ose i kanaboidit, tregtohet në farmaci. Për sëmundje neurologjike? Jo vetëm. Jo vetëm. Në Shqipëri ne nuk kemi ligj për këtë, nuk përdoret, por po themi Maqedonia e Veriut të përdor, e gjen në farmaci. Në Greqi po ashtu, në Itali po ashtu. Në shumë shtete të tjera. Në fakt, tek ajo tema që unë përmenda, duke u bazuar në ndërtimin e molekulës të kanaboidit, mbi efektet, në fakt, u thashe shkura, dhe kam lezu shumë rreth kësaj problemi, të temës së hashashit, ose të kanabisit, po? Edhe në vendin tonë, në Shqipëri, është shumë i vjetër. Po përdoreshin më përpara për qetësuar dhimbjet e barkut të fëmijët. Pra, ai ka disa efekte pozitive, dhe unë këtu jam dalur, pra në përdorimin po duhet jetë shumë e kujdesshme, edhe tema e thënë midis nesh, sepse ne kemi paragjykimet tona përsëri, shohim gjërat me shumë, në qoftë se po përmendim që në vendet europiane ajo si vaji i hashashit aty tregtohet dhe ka është evoluar në 5% që kanaboid, pa kështu tregtohet, është e lejueshme, është përdorim farmaceutik. Farmaceutik për çfarë lloj sëmundjesh patjetër? Përdoret në shumë përqetësimin e dhimbjeve, po themi në stadiet terminale të sëmundjeve onkologës. Po që duhet jetë me shumë përcaktuar me recetë mjeku? Sigurisht me recetë mjeku dhe me përqindje shumë e vogël, e cila është e lejueshme. Jemojnë për përdorimin farmaceutik, e theksoj.
përdoret në demencat, ose në Alzheimer, përdoret në agjetime psikomotore, përdoret në epilepsi, në format rezistente, po themi, përdoret edhe në gjendje depresive, sidomos në depresionin polar, se ngre pak humorin. Në që më dëgjumit, po jo zut me abuzu, në fakt, gjithmonë në dozat vogla farmaceutike. Por nuk themi përdorim masiv, pra. Ne themi për përdorim në stadet terminale. E nxehtë, prandaj dhe merr shumë diskutim. Në stadet terminale mund të përdoret, si që përdoret morfina, mund të përdoret dhe vaj, por po themi gjithmonë vaj i kanabisit farmaceutik. Po mendojmë që duke qenë teme një konferencë apo kongresi si shtat, i takon së ardhmes të diskutohet më gjatë dhe më gjerë kjo temë. Në fakt, ky artikull 2 vite më përpara, se ta votoja në kongresin e parë në neuroshkencës, u botua në volumin 21 të një revistë amerikane, që është Horizonte të reja në neuroshkencë, dhe kapitulli 9 është kapitulli është i bëjtit për te ekstreme. Sepse flitet për vëndet të tjera perëndimore që nuk e shohin me këtë lloj stigme që e shohim ne. Duke qenë një specialitet siç e përmendët ju i vështirë neurologjia. Sot që jeni pas 10 vitesh, do ta kishit menduar të bëheshit neurolog edhe një herë apo do ta kishit rishikuar këtë lloj profesioni, specialiteti? Në fakt, kur kam konkuruar për specializimin, nuk doja fillim të bëhesha neurolog për shkak të smundjeve të rënda që ishin. Pra i smundjet që shikoheshim me deficite motore, ose paralizin e thoshim atë që nuk riktheheshin. Nga ana profesionale nuk ndjeja të kënaqësinë e të bërit mirë pacientit. Por nuk kisha mundësi të zgjidhja dhe zgjodha neurologjinë dhe pastaj sot them kam bërë shumë mirë që jam bërë neurolog. Për shkak se është shumë e bukur, shumë e gjerë dhe më pëlqen shumë. Në fakt, për mënyrën se si angazhoheni ju, se si e shtreni punën, duke qenë pedagog, duke qenë angazhuar në konferenca, duke bërë shumë herë specializime, gjithçka bëhet e bukur se dia, domethënë sa më shumë të di njeriu, madje edhe mund të na ndihmoni në zbulimin edhe gjërave të më tutje për të ndihmuar të sëmurët që të shpëtojnë nga vështirësitë që sot gjenden në këtë mënyrë. Patjetër, një pjesë e njerëzve u mbasin nga mos informimi. Po. Siç thash, mosnjohja e shenjave ne na vjen smundje gjithmonë, smundja nuk ndodh ndonjëherë. Ka disa shenja paralemuse. Qoftë të smundjet e tjera jo neurologjike, po themi tumorin, do kesh një dhimbje koke. Vetëm në Shqipëri has të thënie. Na dhem koka si vazhdimisht. Na dhem koka si normalisht. Kjo më çudit. Po. Nuk ka si dhem koka. Pse duhet dhem koka normalisht? Çdo dhimbje ka një shpjegim, ka një shpjegim një dhimbje. Ka një arsye. Ka një arsye. Çdo dhimbje koke e veçantë duhet na bëj përshtypje, duhet paraqitemi për vizitë. Dhe pastaj është mjeku që do thojë ka probleme apo s'ka probleme. Na vjen pastaj dhimbje koke që neglizhojnë dhe pastaj që humbasin jetën. Po. Nuk e ndjekin. Kemi patur raste të tilla, cilët mund të kishë shpëtuar. Por mendoj pak edhe atë pjesën më përpara që thatë që ka dhe një lloj vështirësie nga instancat edhe tuaja që nuk ka një orar të atill që të keni kohën e dur që pacientin ta prisni edhe t'ja shpjegoni shumë mirë çdo gjë dhe ai ketë kënaqësi të shkojë të shpjegojë dhimbjet e tij tek mjeku. Pra duhet mendoj një rregullator edhe midis pacientit edhe institucionit që është spitali apo klinika apo ambulanca. Unë mendoj që pacientit duhet të referohet fillimisht të mjekut familjes. E neglizhojnë shumica. Dhe i bie që të zgjatën më shumë biseda me mjekun dhe duke ngarkuar mjekun në specialist. Një pacient, po themi, për dhimbje koke, që mund të ketë një dhimbje koke nga tensioni arterial, dhe vjen te neurologu, pa kaluar mjekun familjes, ai mund ta zgjidhë problemin që atje dhe nëse zgjidhje atje, pra duke marrë thjesht tension arterial, tensioni është i lartë, atëherë dhimbje koke është nga tensioni, dhe ky smund nuk ka pse vjen deri te neurologu. Kuptoj. Pra duhet mos eliminohet hallka e parë. Duke qenë te mjeku i përgjithshëm ose mjeku i familjes, ai pas i bën kanalizimin dhe bie ngarkesa edhe te mjeku specialist, dhe ne kemi kohë më shumë kohë të merremi. Por duke qenë se kemi dyndjet pra që vinë, sigurisht në këto kohë të fundit ka filluar planifikimi, në fakt është mirë, sepse ngarkesa e jon ditore futën një farë programi ku thuhet që shiko se normalisht njerëzit duhet të kuptojnë që te mjeku shkohet me planifikim. Po, duhet të ketë një orar edhe sikur të shtyhet me muaj apo jo. Patjetër. Është mjeku i përgjithshëm ai që ndan. Nëse është rasti urgjent do paraqitet pranë urgjencës dhe këtë jep shërbim urgjenca dhe mjeku neurolog shkon në urgjencë shet smurin. Kuptoj.
Nuk së nuk kapë si paraqitë, po them asë klinikat privatas në kur është urgjencë. Shkoj direkt të urgjencë, dhe ati me ndimin e parë. Fatmirësisht, sot ne kemi në spitalin e Elbasanit edhe s'kanë rezonancën, në fushën në urgjensë unë ndjehemi mbuluar tashmë. Me ekzaminimet nuk na mungon pothuajse. Pra aparaturat janë të tëra, kështu që mundësitë për të shëruar dhe për të ndjekur sëmundjen nga ana juaj. Vetëm pacienti duhet paraqitet në kohën e duhur dhe ndjek hallkat. Në lidhje me profesionin sërish, si shikoni ju punën tuaj nga të gjithë profesorët tuaj që keni modele? Që në moment dhe para ti dhe stimi që fëmijë, në gjoj e shpesh në familjen time të flitej për doktor Nosin, për doktor Dinqin. Edhe i dëgjojmë që familjarët i flisin me shumë respekt. Dhe unë aty pas e bashkë me gjyshin me linë ideja për të bë mjek. Dhe këm ngulla, në fakt, dhe sa e arrita u bëra mjek. Pas e kur vajta në spital, fillova fakultetin e mjekësisë, aty pash që vinte pothuajse si ku dojshin njerëz në Elbasan, mjek me emër. Ishte profesor Bitri, që kishte lënë gjurmë në fakultetin e mjekësisë. Në çfarë specialiteti? Në fushën e anatomisë patologjike. Paparisto, kirurg. Pastaj pata ndjerin, i kam dojtë të afër profesor Popës, Ylli Popët, profesor Petit Gaçën, dhe vishin nga Elbasani. Pa përmendë pastaj gjeta përsëri në vajta në specializim mjek për nga Elbasani, që ishte djali Alex Budës, Liro Buda, mjek neurolog shumë i mirë. Përsëri një mjek tjetër neurolog për nga Elbasani, profesor Gëndjan Byshkën. Shkolla e neurologjisë u bë ka në Elbasan, me sa kuptoj. Jo, Elbasani ka shumë neurolog. Si mjek, domethënë, që ka shumë neurolog që janë në spitalin Ana Tereza. Dhe kjo pasaj më kanë citur, dhe më shumë i kënaqur që jeni bërë mjek. Doja të ecja në gjurmën e tyre profesorët mi. Besoj që po. Po, për ta trashëguar, si e mendoni tek fëmijët tuaj? Unë kam 2 fëmijë binjak, djalin e vajzën, gjimnazist, të cilët që 2 e kanë qef mjekësinë. E kanë qef, shumë. Ose të mos vajza, por dhe djali. Shpresojmë ata akoma në gjimnaz shohin. Do më thënë duhet jenë shkëlqyshëm me mësime, se zakonisht ata që ndjekin mjekësinë duhet jenë absolut. Ma mërmendja. Për ta mbyllur takimin ton, a do të kishit një mesazh për të gjithë shikuesit, pacient apo jo tuaj, për atë që ju mbuloni si specialitet, çfarë do t'i thonit atyre? Gjithë pacientëve, jo vetëm në fushën e neurologjisë, por të më gjërë, të zbatojmë porositë e mjekut, të ndjojnë fjalën e mjekut, ta besojnë mjekut. Po a them me bindje këtë, nuk ka asnjë mjek që do doj që i smori ti ose pacienti ti të mos jetë mirë. Nuk i ke idenë sa kënaqem në mjekë ku pacienti thotë mirë. Kur ai shërohet në egzomin të fish. Në fakt, do doja të ndalësha pak sepse në media ose edhe nga vetë publik ka filluar një farsulmin, do thosha, para ekonomisë ndaj fushës së mjekësisë. Dosha mund të ketë në mjek që edhe mund të ketë prishur imazhin e. Keni shumë të drejtë, po. Por të jeni të bindur, unë, por jo vetëm unë, çdo të smur që kemi përballë. Unë e konsideroj si më qenë familjarin, babi, mami. Dhe ta them sinqerisht të gjë. I smuri për ta shpezë, unë kam marrë këtë profesion. Unë kam zgjedhur këtë profesion për ndryshe po të kisha zgjedhur një profesion tjetër do isha më i pasur. Por dua këtë gjë, përdesa më pëlqen ky problem, ky profesion. Do ndiqim këtu dhe dëshira ime është pacienti në ndim të njerëzve. Në ndim njerëzve patjetër. Ti shëroj sa më shumë. Dhe në punën time të përditshme, gjithë pacientët duhet i uroj të shërim sa më shpejt dhe ata që kam shtuar sot në spital. Unë 2 gjëra nuk harroj t'i bëj në darkë. Pa folë me prindin në telefon dhe pa pasur në spital. Të dyja këto gjëra nuk flen në gjumë pa e takuar. Më vjen shumë mirë, do ishte shumë mirë të kemi sa më shumë mjek humanitar, ashtu si që është profesion juaj, kështu si ju, sepse në fund të fundit zgjedhja me dashuri pasion si që keni bërë edhe nga ata njerëz që ju kanë frymëzuar, duhet jetë ky si rezultat patjetër. Ne të smuni duhet të shohim prezencën pra të smunjës që ka përbara. Duhet të shohim problemin ekonomik të smuni. Sa është i afër i smur? Po themi, unë përshkruaj një medikament.
A e merr ky pacient të medikament? A ka mundësi financiare ta marrë ky pacient? Çfarë mundësish do t'i afrojmë tipa është një koncepcion që unë brenda disa minutave duhet të nxjerr një konkluzion për këtë sëmundje. Si ta ndihmosh në gjitha format. Diagnozat janë të ndryshme. Të kuptoj. Dhe përfundimi pasaj nuk është ndryshme sepse mundësitë të tilla janë. Unë ju falenderoj shumë që ishit këtu me ne sot dhe që folëm bashkë pikërisht për këtë sëmundje, për mundësitë që ofron mjekësia dhe ju bashkë me të, për t'i ndihmuar, për t'i mbështetur në problemet që ata kanë. Dhe unë ju falenderoj që na dha mundësinë të shprehim rreth smundjeve neurologjike, të informuar sa më shumë të lëshikuesit, që të marrim masa, që të kemi sa më pak pacientë. Ishim pra sot në studio me mjekun neurolog Bujar Cakani, i cili na foli për disa nga sëmundjet problematike të sistemit nervor, por e rëndësishme ajo që u tha është informimi që duhet të ketë secili prej nesh për simptomat e para të këtyre sëmundjeve, që nëse kapen në kohën e duhur, ne mund të zgjidhim problemin madhor të jetës dhe shëndetit tonë. Ndiqini këshillat e mjekut, qëndroni sa më afër tyre, shkoni her pas here dhe bëni kontrollet e duhura për të qenë të shëndetshëm. Jeni të shëndetshëm, na ndiqni sërish të premten e ardhshme në të tjera takime. Faleminderit që jemi bashkë.